njerëzit. Ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit, e që të bëri ty të dish se që është nata e Kadrit. Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1.000 muaj, me lejen e Zotit të tyre në atë natë zbresin me lajke dhe shpirti Xhibril për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqe deri në agim të mëngjesit. Selamun hiya hatta matla'il fajr. Nata e Kadrit, për cilën pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë kërkojeni në 10 ditët e fundit të Ramazanit, gjithsesi në netët tek, sepse Allahu witrun yuhibbul witr. Allahu është tek dhe don tekun. Allahu është një dhe don njëshin. Prandaj nata e Kadrit është khairun min alfi shahr, pra është me vlefshme se 1.000 muaj, që nëse bëjmë një lloj llogaritje matematikore i bjen diku 83 vite, 4 muaj ashtu diçka, nëse zgabohemi, dhe kjo është një prej mrekullive të Allahut që natë, për shkak se në këtë natë përcaktohen shumë mirësi të mëdha. Dhe jo rastësisht Resulullah sallallahu alaihi wasallam në këtë natë gjindej në itikaf. Po edhe në 10 ditët e fundit Ramazanit pejgamberi alayhi salatu wasalam hynte në itikaf. Itikafi është pra qëndrimi në shtëpinë e Allahut, në xhami, po ndal edhe ushqimi aty dhe pra përkushtimi i një kohe më të veçantë, më të gjatë në xhami, duke bërë lutje, duke bërë dua, duke bërë sadaka, duke falur namazë nafile vullnetare përveç namazeve që janë 5 vakte të obligim, duke falur teravin, duke falur namaz nafile, po edhe duke falur edhe qiyamul lejl. Wa bil ashari hum yastaghfirun, duke nxënë mëngjesi, duke bën istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa tubu ilayh, astaghfirullah wa tubu ilayh. Pra, duke kërkuar Allahut falje në mënyrë që të arrijë pra kënaqësinë e të madhe të Allah te barekuhu teala.